Mbrëm shoqata e SNAF e shënoi një përvjetor shumë të rëndësishëm me moton nga e kaluara drejt së ardhmës 32 vite e SNAF. Shoqata biznismenëve dhe zejtarëve e SNAF në një ceremoni madhështore mbrëm festoi me krenari, entuziazëm dhe emocione të paharrueshme 32 vjetorin e themelimit të saj. Fillimisht për shoqatën ka folur kryetari Vares Gjejlani për historikun e shoqatës. Ai tha se shoqata është themeluar që në vitin 1994 mbi parimet e solidaritetit, besimit dhe vlerave të përbashkëta. Shoqata SNAF sot ka arritur një nivel të fuqishëm zhvillimi, duke qenë dëshmia më e bukur e frymës së unitetit, punës dhe vendosshmërisë. Jemi këtu për të ndarë krenarin e një 32 vjeçari pune, përpjekjeje dhe suksesi të ndërtuar mbi themelet e forta të vendosura në vitin 1994. Ne jemi përfaqësues të një komuniteti që e di çfarë do të thotë të prodhosh, që merr përsipër rrezikun, krijon punësim dhe mban mbi super barën e ekonomisë së këtij vendi. Të nderuar të pranishëm, bota e biznesit dhe e SNAF-it nuk është vetëm tregti, është shtyllë e shoqërisë, nga shëndetësia të arsimit, nga jeta sociale të solidaritetit, ne jemi një strukturë që mban gjallë komunitetin dhe i jep vlerë shtetit tonë. Du të falenderoj të gjithë anëtarëve të SNAF-it, se arritjet tona që kemi arritur këtu, edhe financiarisht, por edhe me mbështetje, në ka ndihmuar SNAF-i. Derisa të zëvendës kryeministri Fikrim Damga ka uruar të gjithë pjesëmarrësit dhe veçanërisht anëtarët e shoqatës për përkushtimin që kanë treguar. Bu akşam hem Esnaf Derneği'nin 32. kuruluş yıl dönümü hem de Orkide Kadınlar Derneği'nin geleneklerimizde, daha doğrusu bizim örf adetlerimizdeki eski unutulmaya yüz tutmuş bazı ev yemeklerimizin sergisi gerçekleşti. Yarın da yine Öğretmenler Derneğimizin emekli öğretmenlere ilgili bir kahvaltısı gerçekleşecek. Yine Prizren merkezinde Türk Temsili Heyeti'nin Mehteran Bando takımının bir konseri olacaktır. Këtë ceremonie ka përshëndetur edhe ambasadori i Turqisë në Kosovë, Ekselenca e tij Sabri Tonçangli, i cili duke uruar suksese shoqatës ka folur edhe për përkrahjen e madhe që ka dhënë shteti i Turqisë për bashkëpunim të ndryshëm me shoqatën e SNAF. 23 Nisan'da bu sene 4 tane bayram kutladık. Birincisi Türkiye Cumhuriyeti'nde biliyorsunuz 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi açıldı. O yüzden Ulusal Egemenlik Bayramı 23 Nisan. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk bu bayramı çocuklara armağan ettiği için biz Türkiye'de Çocuk Bayramı olarak da kutluyoruz. Kosova Türkleri ise kendi milli bayramları olarak 23 Nisan'ı kutluyor. Gjatë gjithë mbrëmjes përmes fjalimeve domethënëse, historive frymëzuese të suksesit, ceremonisë ndarjes së çmimeve dhe pjesëmarrjes së gjerë të mysafirëve janë të nderuar për suksesin e një komuniteti të fuqishëm që prodhon, rritet dhe udhëheq drejt së ardhmës. Në këtë natë për herë të parë është realizuar një nisëm në emër të shoqatës, ku shpërblyen anëtarët e çmuar për sukseset e tyre. Adler, eksportuesi i vitit, AB punëdhënës i vitit, Fat Group taksapaguesi i vitit, Dentaristo Dental Clinic, Dr. Nalan Salah, pjesëmarrja e vitit Interstellar, kompania inovative e vitit. Po ashtu janë ndarë dhe plaketa mirënjohje për anëtarët e kryesisë, të cilët dhe kanë dhënë kontribute për kushtem të jashtëzakonshëm, ndërkohë mbrëmja u korrizua me prirjen e tortës së 32 vjetorit. Ndërto me prodhime vendore.